E tmerrshme ajo që ka ndodhur në Greqi, djali djeg të gjallë nënën dhe xhaxhain dhe më pas hidhet nga balkoni. Një krim tronditës në familje ka ndodhur mbrëmjen e kësaj të premte në Greqi. Një person dyshohet se i vuri flakën dhe dogji nënën dhe xhaxhain e tij në një apartament në Heraklion të Kretës. Njëri prej viktimave u gjet me një qese mbi kokë, ku dyshohet se autori e ka mbytur me asfiksim. Mëtej, ai hodh nga balkoni në përpjekje vetvrasje pasi, sipas autoriteteve që e gjetën në gjendje të rënduar psikologjike, autori dyshuar u dërgua me urgjencë drejt spitalit. Tragjedia ndodhi në rrugën Helepa në Mastaba në Heraklion të Kretës, me 2 persona të vdekur dhe një dinamik të pastër vrasje për motive të paqarta ende. Sipas policisë, burri ja vuri zjarin duke dashur të diqte nënën dhe xhaxhain e tij që ndodheshin brenda në shtëpi në atë kohë. Nëna mësohet se vuante nga një sëmundje dhe nuk mund të ecte dot. Po hetohet gjithashtu nëse autori i krimit kishte probleme psikike, ndërsa sipas autoriteteve dhe nga mediat greke, trupat e djegur u gjetën në zona të ndryshme të shtëpisë. Mobilizimi i zjarfikësve ishte i madh me 16 zjarfikës dhe me 4 automjete që nxituan në vendin e ngjarjes. Zjarfikësit thanë se nxorën djalin fillimisht nga godina, por ai më pas u ngjit përsëri në ndërtesë dhe u hodh nga balkoni, ndërsa u dërgua me ambulancë në spital.